Kapitulli 7. Si të çlirohemi nga lopët tona. Pas leximit të librit Lopa, fillova një proces të thellë reflektimi. Jam profesor i martuar prej 30 vitesh dhe kam 3 fëmijë të suksesshëm. Një vajzë 29 vjeçe, inxhiniere kimike, një djalë 27 vjeç, oficer në forcat ajrore, edhe një djalë 15 vjeç që sapo ka mbaruar shkollën e mesme. Megjithatë, kuptova se gjatë jetës isha shqetësuar më shumë për nxënësit e mi sesa për familjen time. Lopa ime ishte bindja se u kisha dhënë fëmijëve të mi gjithçka që duhej. Për aq sa kisha pasur mundësi. Por kisha harruar pjesën më të rëndësishme, përkushtimin emocional, anën afektive, anën shpirtërore. Kisha harruar të kushtoj atyre kohën e nevojshme për t'i dëgjuar. Ky libër më ka mësuar se kurrë nuk është tepër vonë për të filluar. Nuk e di se sa do të jetoj, por jam i sigurt që kohën që më ka mbetur do ta jetoj mirë. Do ta jetoj me familjen time dhe me veten time. Sepse nëse nuk ndihmoj fillimisht veten, si do të mund të ndihmoj të tjerët? Ernest Garnieto, Meksik. Le ta nisim duke kuptuar një të vërtetë thelbësore. Duke kuptuar se lopët, pra justifikimet dhe kufizimet, nuk ekzistojnë në realitet. Ato gjenden vetëm në mendjen tonë. Sado reale dhe të vërteta ty duken, ato nuk janë rrethanat reale. Për shembull, problemet e biznesit apo të kompanisë time vijnë nga ekonomia e dobët. Ato nuk janë as kufizime fizike. Si ajo që më ka penguar të triumfoj në sport është gjatësia ime. Dhe nuk janë as njerëzit e tjerë. Problemi im është mungesa e mbështetjes nga bashkëshorti ose bashkëshortja. Lopët e tua janë thjesht bindje dhe besime që ti i ushqen në mendjen tënde. Por këto bindje dhe besime nuk janë fakte reale dhe konkrete. Fakti që një shumicë e madhe njerëzish beson se diçka është e pamundur dhe që nuk mund të bëhet, nuk do të thotë as pak se është vërtet e pamundur dhe se ajo gjë nuk bëhet. Të gjithë këta njerëz mund ta kenë gabim. Kujtoni se për shekuj me radhë, shumica dërmuese e njerëzimit besonte se toka ishte e sheshtë. Prandaj, mos i ngatërroni bindjet me faktet dhe me realitetin. Le të shohim përtej kufizimeve tona të dukshme. Le të fillojmë me rrethanat. Shpesh besojmë se dështimet dhe zhgënjimet tona janë rezultati rrethanave të pafavorshme, të cilat janë jashtë kontrollit ton. Si për shembull, rrethanat, kufizimet fizike dhe njerëzit e tjerë. Le të shqyrtojmë nga afër këto të rripusha. Le të shohim se sa e rëndësishme është që të qartësojmë që kur bëhet fjalë për bindjet tona, rëndësi nuk ka nëse ato janë të vërteta apo të gabuara, por rëndësi ka nëse ato na fuqizojnë apo na kufizojnë. Le të shohim përtej dizavantazheve tona të dukshme. Le të fillojmë me rrethanat. Shpesh besojmë se dështimet dhe zhgënjimet tona janë rezultat i rrethanave të pafavorshme, pra janë totalisht jashtë kontrollit ton. Katastrofat natyrore, ndryshimet e papritura ekonomike, fatkeqësitë edhe tragjeditë personale. Të gjitha kanë potencialin të shndërrohen në lopë të mëdha edhe në lopë të fuqishme. Pra, pengesa të mëdha që na mbajnë të lidhur. Megjithatë, nuk është e thënë që të jetë kështu, edhe nuk ka pse të ndodhë kështu. E vërteta është se rrethanat nuk e frymësojnë njeriu. Ato thjesht e zbulojnë ato përpara vetvetes. Secili prej nesh mban në mendje një ide për atë se kush beson se është. Por janë pikërisht problemet, situatat dhe rrethanat e vështira ato që marrin përsipër të na zbulojnë dhe të na tregojnë unin ton të vërtet. Është pikërisht atëherë kur zbulojmë se kush jemi në të vërtetë. Ndoshta keni dëgjuar ndonjëherë një nga kompozimet e mrekullueshme të George Frederick Handel.
një prej kompozitorëve më të mëdhenj të gjithë kohërave. Pasi të dëgjoni pjesën tjetër të historisë, do ta keni të pamundur ta dëgjoni muzikën e tij pa menduar për të. Pavarësisht se nuk mori asnjë mbështetje nga prindërit e tij, Handel ishte një talent i jashtëzakonshëm muzikor. Ishte një gjeni muzikor. Në moshën 12 vjeçare, ai tashmë ishte asistent i organistit në katedralen e qytetit të tij të lindjes. Përpara se të mbushte 21 vjeç, kishte kompozuar 2 opera dhe në moshën 40 vjeçare ishte bërë i famshëm në mbar botën. Por, atëherë rrethanat filluan të ndryshonin. Në disa raste, ai gjendej në prag të falimentit dhe, sikur të mos mjaftonte kjo, pësoi një goditje në tru, një hemoragji cerebrale që i paralizoi krahun e djathtë dhe i shkaktoi humbjen e përdorimit të 4 gishtave të dorës. Ndonse arriti të shëroi fizikisht, ai ishte aq i dëshpëruar dhe i mbytur nga borxhet saqë thjesht u dorëzua. Ndaloi së kompozuari dhe u përgatit të përballej me një të ardhme të mjerueshme. Me një të ardhme as pak premtuese dhe pa shpresë. Mund të themi se, qoftë si rezultat i rrethanave fatkeqe apo i vendimeve të gabuara, George Friedrich Handel kishte krijuar një numër të madh lopësh, pra pengesa mendore, të cilat e kishin dënuar me një ekzistencë mediokre. Megjithatë, në pikën më të ulët të jetës së tij, ju ofrua mundësia të shkruante muzikën për një libret të ri të bazuar në jetën e Jezu Krishtit. Handel mund të kishte refuzuar me një "ka mbaruar" ose "është tepër vonë". Ai mund të kishte nxjerrë cilin do nga pretekstet e shumta që kishte në dispozicion për të justifikuar mosveprimin. Por ai vendosi të mos lejonte që rrethanat e pafavorshme të vazhdonin të dirigjonin jetën e tij. Me fjalë të tjera, ai vendosi të vriste lopën, atë lopë që e kishte mbajtur të lidhur pas një jete mediokre, dhe me një entuziazëm të ri, filloi të shkruante përsëri. Një muaj më vonë, ai kishte përfunduar një dorëshkrim prej 260 faqesh. E quajti Mesia. Mësimi është i thjeshtë dhe i qartë. Në jetë, ose bëhesh viktime rrethanave të pafavorshme me të cilat përballesh, ose triumfon pavarësisht tyre. Zgjedhja është tërësisht e jotja. 4 minutat që i dhan krah njeriut. Tani le të flasim për kufizimet fizike. Gjatë seminareve dhe konferencave të mia, citoj shpesh shembullin e mëposhtëm, pasi e ilustron qartë këtë pikë. Për më shumë se 5 dekada të kompeticioneve olimpike, asnjë talent nuk kishte arritur t'i afrojë rekordit të vendosur në vitin 1903 për garën e 1 milje. Në atë kohë, Harry Andrews, trajneri olimpik i ekipit britanik, kishte profetizuar: rekordi i 1 miljeje për 4 minuta e 12.75 sekonda nuk do të thyhet kurrë. Kishte akoma më pak gjasa që kjo garë një ditë të mund të përfundojë në më pak se 4 minuta. Sipas shumë njerëzve, kjo ishte një arritje e pamundur për të realizuar. Atletët dëgjonin ata të ashtu quajturit ekspert. Dëgjonin një mori arsyesh që mbështesnin pohimin e bërë nga Andrews. Madje, vetë komuniteti mjekësor i paralajmëronte atletet mbi rreziqet e lidhura me përpjekjet për të kryer një çmenduri të tillë si vrapimi i 1 miljeje në më pak se sa 4 minuta. Si rezultat i kësaj bindjeje, në 50 vitet në vijim, atletët më të mirë në botë ju afruan shumë këtij rekordi, por asnjëri nuk arriti ta thyente. Pse? Sepse mjekët kishin thënë se ishte e pamundur. Shkencëtarët kishin arritur në përfundimin se ishte fizikisht e pamundur për një qenie njerëzore të tentonte të vraponte 1 milje në më pak se 4 minuta. Sepse trupi i tyre nuk do ta përballonte një sforcim të tillë, dhe se zemra fjalë për fjalë mund të shpërthente. Dhe gjithçka ndryshoi ditën kur vrapuesi i ri britanik Roger Bannister bëri një njoftim publik.
ai do të vraponte Miljen nën 4 minuta. Në fakt, vendimi për të arritur një sukses të tillë ishte diçka që po i sillej në kokë për 2 vitesh. Në vitin 1951, Roger kishte fituar titullin britanik në garën e Miljes dhe ndjente se ishte gati për Olimpiadën. Fatkeqësisht, ndryshimet e minutës së fundit në orarin e lojrave olimpike në vitin 1952 e detyruan të garunte pa pushim të mjaftueshëm midis dy garave, dhe kështu përfundoi në vendin e 4. Siç pritej, ai u përball me kritika të shumta nga media sportive britanike, e cila e fajsoi stilin e tij të pazakontë të stërvitjes. Duke i dëgjuar këto, ai vendosi të rikthente nderin e tij, duke shpallur publikisht se do ta thyente barrierën e pamundur të 4 minutave. Të gjithë mendonin se kishte humbur arsyen. Media, komuniteti mjekësor, me pak fjalë të gjithë. Mundësia e tij erdhi më 6 maj 1954. Pas shumë dështimesh dhe zhgënjimesh, në një garë në Universitetin e Oxfordit, ku Bannister garonte për shoqatën britanike të atletëve amator. Atë ditë, ai arriti të pamundurën. Vrapoi 1 milje në më pak se 4 minuta dhe mbijetoi. Miti u thye. Një lop sapo ishte vrarë. Kur ky lajm bëri xhiron e botës, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Brenda më pak se një viti, 37 atlet e kishin thyer po këtë rekord. Vitin e ardhshëm, mbi 300 atlet regjistruan kohë nën 4 minuta. Sot, madje edhe nxënësit e shkollave të mesme e thyen me lehtësi barrierën e 4 minutave për garjen e 1 miljeje. Ka marrë lejen që të shkëpus nga libri i tij një përshkrim të shkurtër të asaj pasditeje me fjalët e tij, në mënyrë që të kuptoni sforcimin e madh që ndonjëherë na nevojitet për të vrarë lopët tona. Vështirë se e kuptova kur arritëm në gjysmën e garës. E kishin përfunduar për 1 minutë e 58 sekonda. Në kthesën tjetër, Chatwai kaloi në krye. Në 3/4 e garës, përpjekja dukej pothuajse e padukshme. Kronometri tregoi 3 minuta e 7 sekonda. Në atë moment, turma filloi të bërtiste dhe të na inkurajonte. E dija se duhet ta vrapoja xhiron e fundit për 59 sekonda. Duke ju afruar kthesës së parafundit, Chatwai ishte ende përpara, dhe aty unë përshpejtova për të kaluar përpara se të hyja në vijën e drejtë përfundimtare. Në një moment, përjetova një përzierje lumturie dhe ankthi. Atëherë, kur mendja ime dukej sikur po merrte kontrollin e situatës dhe po vraponte më shpejt se trupi im, duke shtyrë atë përpara nga inercia. Ndjeva se kishte ardhur momenti më i rëndësishëm i jetës sime dhe bota dukej sikur u ndal. I vetmi realitet ishin 150 metrat që më kishin mbetur. Atëherë, ndjeva se ishte momenti për të bërë diçka jashtëzakonisht mirë. Përshpejtova i shtyr nga një përzierje frike dhe krenarie. Zhurma në veshët e mi ishte ajo e tifozëve të Oxfordit. Shpresa dhe mbështetja e tyre më dhan edhe më shumë forcë. Kisha kaluar kthesën e fundit dhe më mbeteshin vetëm 40 metra. Trupi im kishte shpenzuar të gjithë energjinë, por vazhdova të vrapoja gjithsesi. Burimi i vetëm i energjisë në ato momente ishte dëshira ime për të fituar. Vetëm 5 metra nga vija e finishit, ajo më dukej sikur po largohej nga unë. Ato sekondat e fundit dukeshin të pafundme. Krahët e të gjithëve ishin gati për të më pritur, vetëm nëse arrija të mbërrija në vijën e finishit pa ulur shpejtësinë. Nëse dështoja, nuk do të kishte krah që të më mbanin dhe bota do të bëhej një vend i ftohtë dhe i largët, pasi kisha qenë kaq afër për të përfunduar këtë arritje. Bëra kërcimin e fundit drejt vijës së finishit si dikush që jep përpjekjen e fundit për t'i shpëtuar kthetrave që përpiqen ta kapin. Kisha dhënë gjithçka dhe rash pothuajse pa ndjenja, me krahët e hapur në të dy anët e trupit. Vetëm atëherë fillova të ndjej dhimbjen e vërtetë. Ndjeva sikur trupi im po shpërthente dhe nuk kisha dëshirë të jetoja. Thjesht të vazhdoja të ekzistoja në gjendjen më pasive të mundshme, pa qenë plotësisht pa ndjenja.
Gjaku rrithe me shpejtësi nëpër venat e krave dhe këmbëve të mia, të cilat ishin pirë nga krizat muskulore. Dhash gjithë forcën time të fundit dhe rash pothuajse pa ndjenja. E dija se ja kisha rritur, madje edhe përpara se të dëgjoja kohën zyrtare. Kisha qenë shumë afër për të mos e dalë. Përveç nëse këmbët e mia më kishin tradhtuar në fund, duke ulur shpejtësinë pa e kuptuar truri im. Kronometri kishte përgjigjen. Papritur erdhi njoftimi. Rezultati i garës së 1 milje. Koha zyrtare 3 minuta. Pjesa tjetër u hum me zbritmave të entuziazmit dhe të gëzimit të gjithë stadiumit. Ja kisha dalë. Rekordi prej 3 minutash e 59.4 sekondash i vendosur atë pasdite nuk zgjati shumë. 1 muaj më vonë, vrapuesi australian John Landy e theu atë rekord. Megjithatë, Roger pati kënaqësinë ta mposhte Landyn në lojrat olimpike në Kanada të po atij viti. Kur e pyetën Roger se si ishte e mundur që kaq shumë njerëz kishin mësuar të vraponin kaq shpejt në një kohë kaq të shkurtër, ai u përgjigj. E gjitha kjo nuk ndodhi sepse papritur njeriu u bë më i shpejt, por sepse kuptoi se nuk bëhej fjalë për një pamundësi fizike, por për një barrierë mendore. E vetmja gjë që bën këtë atlet ishte të largonin nga mendja e tyre bindjet dhe besimet kufizuese. Lopët që i kishin penguar të përdorin potencialin e tyre të vërtet për më shumë se gjysmë shekulli. Të gjithë ne kemi shumë barriera mendore. Shumë prej nesh thjesht vendosim t'i heqim qafe ato në një moment të jetës sonë me shpresën për të zbuluar potencialin ton të vërtet. Edhe ti mund ta bësh të njëjtën gjë. E vetmja gjë që të duhet është të identifikosh besimet e rreme që e kanë kufizuar jetën tënde deri tani dhe t'i zëvendësosh ato me ide të cilat të forcojnë dhe të lejojnë të përdorësh dhe ta shfrytëzosh atë fuqi që tashmë ekziston brenda teje. Një fuqi që vetëm pret të përdoret për të ndihmuar që të arrish qëllimet e tua më ambicioze. Ndihmë, lopa ime është burri im. Së fundmi, le të shqyrtojmë kategorinë e tretë. Njerëzit e tjerë. Nëse mendoni se ajo që ju pengon të përdorni maksimumin e potencialit tuaj ose të arrini qëllimet tuaja është dikush tjetër, e keni gabim. Është e pamohueshme që njerëzit e tjerë luajnë një rol, ndonjëherë edhe shumë të rëndësishëm, në sukseset apo në dështimet tona. Megjithatë, edhe pse shpesh do të donim të besonim të kundërtën, e vërteta është se të tjerët nuk janë kurrë lopët tona. Një bashkëshort i pakujdesshëm, një nënë tepër kritike, një shef i vështirë, një mike e paqartë, ato nuk janë lopët e tua. Ata nuk kanë asnjë faj për mediokritetin tënd. Në 100% të rasteve, kur njerëzit besojnë se të tjerët janë burimi i fatkeqësive të tyre, kam zbuluar se problemi i vërtet është një bindje rreme. Një ide ose koncept i gabuar dhe i shtrembëruar që lidhet me atë person. Për ta qartësuar këtë, në një konferencë që mbajta në Republikën Dominikane përpara një grupi sipërmarrësish, një zonjë u afrua dhe më tha: "Doktor Cruz, sapo vërtetova dyshimet e mia. Edhe tani e di se kush është lopa ime. Lopa ime është burri im." Menjëherë, fillova t'i shpjegoj se njerëzit nuk janë kurrë lopët tona të vërteta. Po përgatitesha t'i jepja një shembull kur ajo më ndërpreu sërish. E di, Dr. Cruz, që në shumicën e rasteve lopët nuk janë njerëz, por në rastin tim jam plotësisht e bindur që burri im është lopa ime. E pyeta se si kishte arritur në këtë përfundim. Ajo u përgjigj: "Para një viti fillova biznesin tim, por nuk kam arritur ta bëj që të ecë përpara dhe jam e sigurt që kjo është për shkak të mungesës së mbështetjes nga burri im. Ai nuk më mbështet fare, dhe më e keqja, as nuk më inkurajon që të vazhdoj. Jam e bindur se kjo është arsyeja sepse biznesi im po shkon drejt dështimit." E sheh? Ta thash.
Burri yt nuk është lopa jote. Lopa jote është kjo ide që të është shputur në kokë. Të besosh se pa mbështetjen e burrit tënd nuk do të jesh në gjendje që të kesh sukses në biznesin tënd. Gjë që është absurde. E sa duket, përgjigjja ime nuk i pëlqeu shumë. Madje, ajo dukej më e qetë kur mendoi se kishte gjetur fajtorin për dështimin e saj të biznesit. Edhe pse, në fund e kuptoi se sa e gabuar ishte kjo mënyrë e të menduarit. Është shumë e thjeshtë. Suksesi yt është 100% përgjegjësia jote. Do të ishte fantastike të kishim gjithmonë mbështetjen dhe entuziazmin e të tjerëve. Por kjo nuk është absolutisht e nevojshme. Suksesi yt nuk mund të varet nga fakti nëse të tjerët vendosin të të mbështesin apo jo. Qoftë nëse i miratojnë vendimet e tua apo janë të entuziazmuar për rrugën që ke zgjedhur. Vendimi yt për të pasur sukses nuk mund dhe nuk duhet të varet nga kjo. I vetmi person që duhet të jetë i entuziazmuar për qëllimet dhe vendimet e tua je ti vetë. Nëse ajo që vendos të bësh me jetën tënde varet nga mbështetja e tjerëve, atëherë do të arrish shumë pak. E vetmja gjë që të duhet për të nisur rrugën drejt realizimit të ëndrave të tua është përkushtimi yt, besimi yt dhe vendosmëria jote për të pasur sukses. A e sheh ndryshimin e madh? Për këtë zonjë, lopa e saj jo vetëm që i jepte një justifikim të shkëlqyer për të mos bërë asgjë, por gjithashtu e vendoste në rolin e viktimës. Kur biem në këtë kurth, zakonisht zgjedhim një nga dy rrugët, por të dyja të gabuara. Ose dorëzohemi dhe vazhdojmë të jetojmë si viktima, ose përpiqemi të ndryshojmë personin që nuk na ka dhënë mbështetje. Përpiqemi ta bindim të jetë në anën tonë. Gjë që shpesh kthehet në një përpjekje të lotshme dhe zhgënjyese dhe rrallë jep rezultatet e dëshiruara. Pikërisht, për këtë është e rëndësishme të kuptojmë një herë mirë se lopët ekzistojnë vetëm në mendjen tonë. Kur flas për vrasjen e lopës, i referohem eliminimit të një justifikimi, ndryshimit të një zakoni, modifikimit të një modeli të menduarit dhe modifikimit ose vendosjes së një sjelljeje të re në jetën tonë. Me fjalë të tjera, bëhet fjalë për të ndryshuar mënyrën tonë të menduarit dhe të vepruarit. Dhe jo të përpiqemi të ndryshojmë mënyrën se si të tjerët mendojnë dhe veprojnë. Madje, një nga lopët më të këqija që mund të kesh është që të besosh se nëse të tjerët nuk ndryshojnë, ti nuk mund të kesh sukses. Mos harro, i vetmi person që mund të ndryshosh është vetja jote. Si mund të çlirohemi nga lopët tona? Është e thjeshtë. Gjithçka që duhet të bëjmë është që të zgjohemi ndaj realitetit se ndoshta programet dhe besimet që kanë udhëhequr veprimet dhe vendimet tona deri tani nuk kanë qenë të duhurat. Duhet të bëhemi të vetëdijshëm se është e mundur që të jemi programuar për të pranuar mediokritetin. Është e nevojshme të marrim vendimin për të mos vazhduar të jetojmë një jetë mohimi duke pretenduar se gjithçka është në rregull, por të identifikojmë ato lopë të cilat po na pengojnë në rrugën drejt suksesit. Hapi tjetër është të kuptojmë se, pavarësisht se mund të jemi programuar për mediokritet, ne jemi krijuar për madhështi. Dhe, edhe pse jemi njerëz krejt të zakonshëm, mund të arrijmë gjëra të jashtëzakonshme. Është e nevojshme vetëm që të hapim mendjen ndaj mundësive për të ndryshuar dhe për të rritur. Të kuptojmë se ardhmja jonë nuk ka pse të jetë e njëjtë me të kaluarën, dhe se është e mundur të ndryshojmë dhe të ndërtojmë një të ardhme të re, të lirë dhe tërësisht të pastruar nga lopët.